Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Xhelibashi ka deklaruar se gjatë kësaj periudhe zgjedhore, platforma e KQZ është gjendur në sulme kibernetike. Ai zbuloi se sulmet kanë ardhur nga jashtë vendit dhe një pjesë e tyre kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara. Mund të bëj publike sot që platformat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke filluar nga ajo e regjistrimit të votuesve nga jashtë, janë gjendur në sulme kibernetike. Kemi komunikuar me institucionet përkatëse, si ato të sigurisë kibernetike, po dhe ashtu ato që lidhen me ndjekjen ligjore të këtyre rasteve, sa herë që janë evidentuar. Kemi 192 milion kërkesa të themi për ata që janë të IT se kuptojnë të regjistruar në 7 ditë. Kemi patur pikun prej 5.700 kërkesa për sekond. Dhe nga të dhënat që kemi, rezultojnë që një pjesë e madhe e këtyre sulmeve nuk kanë qenë sulme diletantesh, por kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara dhe jo rastësore nga jashtë, të gjitha nga jashtë. Matej, Komisioni ridha dhe të dhëna edhe për votën e diasporës. Ere në përfundim të procesit të numërimit dhe vlerësimit të votave dhe nga jashtë, po ju prezantoj një informacion të përmbledhur mbi gjithë ecurinë e këtij procesi, shoqëruar me të dhënat përkatëse. Në lidhje me regjistrimin e zgjedhësve në listën e votuesve nga jashtë, janë me gjithë procesin në fakt, janë 339.893 zgjedhës të cilët krijuan profil në PER, pra 339.893 zgjedhës. Nga këta, paraqiten kërkesë për të regjistruar 294.155 zgjedhës, mesatarisht 294.155 zgjedhës, nga 339.893, vetëm 294.155 paraqiten kërkesë për të regjistruar. Mesatarisht kemi patur 6.618 kërkesa për regjistrim të procesuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në ditë. 2 marsi ishte dita me numër më të lartë të kërkesave, 16.302, dhe sikur se e dini, janë 245.935 shtetas të regjistruar, pra votues nga jashtë. Janë 85 shtete të botës dhe nga çdo kontinent, në të cilat u regjistruan votuesit nga jashtë. Procesi i përgatitjes së dokumentacionit zgjedhor që do dërgojë jashtë filloi në datën 10 prill dhe përfundoi në datën 17 prill. Dërgesat e para u bën rreth datës 12 të votuesve nga jashtë dhe në datën 17 pritëm edhe dërgesat e para të votuesve nga jashtë.